Ernest Muçi po monitorohet nga klube italiane dhe gjermane. Beşiktashi kërkon plot 10 milionë euro për shitjen e kartonit të sulmuesit, siç raportohet në Turqi. Kjo shumë përkon me shpenzimin e kryer nga klubi turk te Legia e Varshavës, pikërisht në shkurtin e vitit 2024. Beşiktashi pretendon të rifitojë shumën e investuar në këtë mënyrë. Muçi ka luajtur 54 ndeshje në Turqi, gjatë kësaj kohe ka gjetur rrugën e rrjetës 11 herë dhe ka asistuar në 4 raste. Kontrata e Muçit përfundon në vitin 2027, kështu dhe Beşiktashi pritet të marrë maksimumin në rast të shitjes së kartonit këtë verë. Të Beşiktashi duket se kanë besim në aftësitë e shqiptarit, duke nisur nga trajneri Solskjaer, por kështu nuk mendon gazetari turk Firat Günayer. Ky i fundit është munduar që të ullë figurën e Muçit në një mënyrë shumë të turpshme. Nëse do të isha unë president, do të shisja Muçin nëse më vinte një ofertë 5 apo 6 milion euro për të. Ishin fjalët e gazetarit Firat Günayer. Kjo deklaratë bujë në Turqi, ku ka nga ata që janë kundër dhe që e mbështesin. Kujtojmë se 24 vjeçari Ernest Muçi është pjesë e shqiponjave të Stambollit prej shkurtit të vitit të shkuar. Beşiktashi pagoi te Legia e Varshavës për shqiptarin 10 milion euro.